Tash na jemi të ballafaqur me një gabim që e keni bërë ju. Nuk mundesh të bëni kontratë pa pas buxhet më radh. Po ju e keni bërë çashtu. Më vjen keq, po gabim ai është. Të më bën. 6 vjet një gabim s'po mundi më ndrejtë. Jo, më kemi në rresh për momentin për të keni anulu krejt. Nëse njerëz, as ministri financave, ti po thua se unë di, unë jam kon çatë di kur ka ardhur. Është gabim. E dyta është gabim ti më nënshkru në këtë rast një marrëveshje, sigurisht që kanë marrëveshje për kontrollin kolektive, pa ndo buxhet, pa marr përgjigje prej Ministrisë Financave që a ki buxhet për me mbulu çato. Kto ka ndodhur, nuk ka qenë fillimi. Ka ndodhur edhe më herët për qeverive të kaluara. Jo, veç ta përfundoj. Tash u bën 30 sekondat e tut, po hahet e ut. Ja të lutna, se nuk e përfundova se s'po mlon me pondurin. Tash kur nuk e ndo buxhet, ja ke lënë si bor komunave. Ai ke dhon komunave buxhet për me realizuar çato, nuk i ke dhon. Tash na jemi të ballafaqur me një gabim që keni bën ju. Më herë që keni qenë pushtet. Prit pak. Po na kemi ndrejtë. Na kemi anuluar se mendim që është gabim. Ai keni anuluar kontratën kolektive. E çish pra komunave, domethënë komunës Prishtinës për mbaruesi. S'është vërtet. Domethënë vitit 2023, 2024 ende për mbaruesi merr. Është gabim, po ajo po nduhet zotëri. Ai është fatkeqësisht. Unë nuk po them që mësim dhënësit nuk kanë drejtë me. Domethënë ju mësim dhënësit, edhe ja kanë anuluar kontratën kolektive. Po thani që ja kanë anuluar sepse nuk mundesh me bëni marrëveshje kur nuk i buxhet më rapa. Nuk mundesh me bëni kontratë pa pas buxhet më rapa. Ju e keni bërë çashtu. Më vjen keq, po gabim ai është. Na nuk mundna çashtu me bë. 6 vjet një gabim s'po mundi më ndrejtë. Jo, më kemi në rresh për momentin për të keni anuluar krejt. Faleminderit. Jo, më fal. Është edhe gabim tjetër. Jo, ka dal. Veç pak. Koha e Teutës, 30 sekonda të Teutës. Pra, edhe një herë, sindikata dhe krye sindikalisti ka qenë po i njëjti që ka qenë në bashkëpunim me vitet tona me opozitën e atëhershme. Momentin që kanë ardhur qeveri, e kanë injoruar, nuk e kanë taku, militantat e kanë fy, edhe në anën njerëzore, nuk do të mirë me atë pjesë. Fare, a jeni kundër kontratës kolektive, a jeni që të mos ekzistoj fare, është ma mirë me i thirr, me i taku, me rinegociu, edhe normal mos me pas problem komunat. Pra, komunat janë ballafaqur me problemet më të mëdha në arsim. Të gjitha. Përgjigja duhet brenda 30 sekondave sepse kaq kemi kohë. Pyetje konkrete, a jeni kundër? Ora, disa herë ka pas takime. Është pa vërtet që nuk ka pas takime ministri. Ka pas takime ministri, zëvendës ministri bashkë me kryetarin e sindikatës. Edhe nuk ka pas. Nëse njerëz, as ministri financave, ti po thua se unë di, unë jam kon çatë di kur ka ardhur. Fakte nga mediat për shkak të unë në rregull ato shkatroj. Unë po flas unë kon atë unë di që ka ardhur kon takim. Unë jam kon sim kon takim, jam kon ministri kur ka pas takim. Është pa vërtet kjo që po thuat. Çka ka ndodhur pra? Ka pas takim. Nuk ka pas dakordim për shemb për mënyrë çysh. Ka pas një rishikim. M'fal. Shkputja kontrollit duhet të jetë e dy anshme. E dyta kontrata kolektive normalisht nuk duhet me përfshin veç sektorin e arsimit. Sektori, mësim punojnë një pjesë e madhe punojnë pa mësimin të me një gjysmë.